Në një fshat të varfër jetonte një grua e moshuar, e cila kishte kaluar jetën e saj në skamje. Ajo nuk kishte asgjë tjetër veç një hurme të vetme, ushqimi i saj i vetëm për ditën. Ndërsa po bëhej gati të hante, dëgjoi një trokitje të lehtë në derë. Kur e hapi, pa një fëmijë të vogël, me sy të trishtuar dhe fytyrë të zbeth, i cili me zë të dridhur kërkoi diçka për të ngrënë. Ishte një jetim, i vetëm dhe i uritur. Për një moment, gruaja hezitoi. Ajo hurmë ishte gjithçka që kishte. Por zemra e saj e mirë nuk mund ta linte jetimin pa ndihmë. Pa asnjë fjalë tjetër, ajo ia dha hurmën e vetme fëmijës, i cili e mori me habi dhe mirënjohje të thellë. Më vonë, kur njerëzit e pyetën pse e kishte bërë këtë, duke dhuruar të vetmen gjë që zotëronte, gruaja u përgjigj me qetësi dhe besim. Profeti, paqja qoftë mbi të, ka thënë se një hurmë mund të bëhet mburoj ndaj zjarrit të xhehenemit. Kjo përgjigje preku thellë shpirtrat e dëgjuesve. Ata pan jo vetëm një akt bujarie, por një dëshmi të një besimi të palkundur në premtimin hyjnor. Mesazhi thelbësor është se dhënia nuk të varfëron, por të pasuron. Frika nga varfëria shpesh na pengon të ndajmë. Megjithatë, kjo histori demonstron se kur dhurojmë me besim, bekimet kthehen tek ne në mënyra që nuk i presim, duke na çliruar nga ankthi i mungesës. Në thelb, historia e gruas që dhuroi një hurmë është një himn për forcën e shpirtit njerëzor, për bujarinë pa kushte dhe për fuqinë transformuese të besimit. Ajo na kujton se ndonjëherë dhurata më e madhe nuk është ajo që ne japim, por dashuria dhe qëllimi që fshet pas saj.